Hismet Ramadani është një aktor i njohur shqiptar dhe profesor pranë Fakultetit Dramatik Dega e Aktrimit Shkup. Ai është i njohur po ashtu për angazhimin e tij në aktivitetet kulturore dhe shoqërore. Mjeshtër ndërshojsh aktori në skenë që ngjall emocione të forta dhe që bën që personazhi të duket i vërtetë dhe i jetuar. Ka një aftësi të natyrshme për të krijuar lidhje të fuqishme me audiencën. Ka mbi 20 role të ndryshme të luajtura në teatrin shqiptar Shkup. I punësuar si profesor inordiner në Fakultetin e Artit Dramatik Shkup Shën Kirili dhe Metodi, Dega e Aktrimit. Skupi Fest, antar i juris në festivalin teatror dhe ndërkombëtar. Ditët e komedis, antar i juris në festivalin Othello, këshilltar i jashtëm në Ministrinë e Kulturës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, antar i Komisionit të Programit Vjetor të Dramës pranë Ministrisë së Kulturës. Pjesëmarrësi dhe në shumë festivale teatrore në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Turqi, Bosnjë dhe më gjerë duke marrë edhe shpërblime të ndryshme për shfaqje të performuara. Shfaqje teatrore. Dervishi dhe vdekja. Regjia Vladimir Myllçin, roli i Aratisuri. Kafenea në Udhkryq, regjia Ilir Bokshi, roli Sokoli. Si shkruari, regjia Dimitar Elenov, roli Burim. Fani vjen vetëm, regjia Adonis Filip, roli i Biletashitësit. Pqinjet, regjia Sërgjan Janakijević, roli Marko. Labirintët e kujtesës, regjia Kushtrim Bekteshi. Nën Kresbami, regjia Sofia Ristevska, roli detektivi Erilel. Kolonel Zogu, regjia Nehat Mehmeti, roli doktori. Akvariumi, regjia Kushtrim Bekteshi, roli Edi. Re Pinokio, regjia Tanja Miletje Oruqević, roli Bulkthi. Brekët, regjia Kastrio Cipi, roli Gazi. Henriku i Pest, regjia Zoja Buzalkova, roli Tregimtari. Balkan Express, regjia Vladimir Myllçin, roli Ujku. Shpuza dhe Thupra, regjia Kushtrim Bekteshi, roli Thupra. Dromstrom dhe Rundlund, regjia Kushtrim Bekteshi, roli Rundlundi. Jet me qira, regjia Luka Kurtina, roli Basriu. Arseniku dhe Dantelet e Vjetra, regjia Kushtrim Bekteshi, roli Mortimer Brewster. Filokteti, regjia Vladimir Myllçin, roli Filokteti. Tregimi human, regjia Besfort Idrizi. Monodrama Aratisja e Sabri Popaj, regjia Hismet Ramadani, roli Sabri Popaj. Don Juani kthehet nga lufta, regjia Kushtrim Bekteshi, roli Don Juani. Filmat: Si e vrava njeriu në shenjtë, regjia Teona Mitevska, roli komandanti i UÇK-s. Balkan Kan, regjia Darko Mitrevski, roli Ismeti dhe roli i infermierit. Koha e kometës, regjia Fatmir Koci, roli Shaqir Aliu. Pranvera e paharuar në fshatin e haruar, regjia Kushtrim Bekteshi. TV serialet. Duke pritur Godon, regjia Vardan Tozia, roli Poco. Paralla për dashurin dhe urrejtjen, regjia Aleksandar Rusjakov, roli Fadilit. Librat e babait, regjia Rusomir Bogdanovski, roli bibliotekistit. Vendimi, regjia Agim Abdullahu, roli doktorit. Pike 5, regjia Hismet Ramadani, roli Sadik Efendiut. Shkallët, regjia Musa Jusufi, roli Limani. Në studio, regjia Musa Isufi, roli Limani. Më vitin 2024, Hismet Ramadani emërohet edhe si drejtues i teatrit shqiptar në Shkup. Përshëndetje Hismet, mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Përshëndetje Valja, të faleminderit që je këto me neve sot dhe faleminderit për këtë intervistë që na ke mundsuar. Domethënë nuk do humbasim shumë kohë, më njëherë do të fillojmë me pyetësorin. Mundet? Nuk e di, ndoshta nuk jam përgatitur bashkë për pyetjet, po shpresoj të mos janë trënda. Ato duhet të jenë spontane, nuk janë të rënda. Nuk janë trënda shumë. Fillojmë pra. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Rutinë caktuar, po, nuk dalë prej shtëpi, domethënë pa hëngrë mëngjesin. Unë pa hëngrë ushqimin. Unë këta e kam rutinë që çdo ditë, domethënë nëse ndodh
që nuk kam ngrënë mëngjes, ajo ndodhë shkaku se ka pas dhe një punë shumë urgjente. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Për vete ka gjëra të çuditshme, po ka të lloj-llojshme, po tash për tash nuk më kujtohet ndonjë kështu ma konkret, edhe pse ka të çuditshme shpifjet njerëzish që s'kan tjetër punë mund të bojnë. Çfarë të bën të lumtur në jetë? I lumtur më bëjnë gjërat e vogla. Domethënë, të lumtur më bën kur e bën ndonjë të mirë dikujt, edhe e ke gëzu dikanin dhe ajo është i lumtur edhe ajo më gjë mbush dhe më bën edhe mu të lumtur. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Sa ditë i kam pa angazhime, mendoj i kam pas pa angazhime para kësaj, para se ta marr postin e drejtorit. Asgjë s'bëj, vetëm rri shtrit, ndoshta televizor, shikoj futboll, kjo. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Gjëja më e çmuar është që t'jesh i sinqert, i drejt me njerëzit dhe të luftosh për vetveten, gjithmonë. Po si e menaxhon stresin në jetën tënde? Stres nuk kam. Kam stres, po gjithmonë me menaxhoj në mënyrë që shoqërohem me njerëz sa më shumë, sidomos me fëmijët e mi ose me familje. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Tash kjo introvert jo, ekstravert po. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Momentet vështira në jetë ka disa momente që ndoshta nuk është se do t'i them tash kështu publikisht, po ka për shembull do ta përmendë një moment i luftës, për shembull vitin 1999, kur kam qenë 18 pa i mbushur 19 vjet në luftën e Kosovës në Koshare. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Jo fort, se ajo koha vetëm sjell depresion, kështu që më shumë kam dëshirë të jem me njerëz dhe me shoqëri. A ke frikë nga diçka? Frikë kam frikë që mos të gaboj njerëzve, mos të gaboj shoqërisë pa dashje dikujt dhe mos lëndoj dikon. Çfarë mund t'i bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Po për të qëndruar vetes besnik dhe të tjerëve, duhet vetëm t'jesh i sinqert, që mos detyrohesh mandej nëse nuk e gënjy, do të mendosh ka ke gënjy dhe të arsyetohesh të nxjerrësh, ndërsa kur je i sinqert nuk ke nevojë të nxjerrësh sepse vetveti e mban mend se çka ke vepruar. Sa ka rëndësi privatësia jote në jetën tënde? Po privatësia ka jashtëzakonisht domethënë rëndësi, sepse ne edhe pse si aktor donjëherë harrojmë se ku gjendemi. Ndodh që të shkoj dikundi dhe harroj që kemi luajtur për shembull në shfaqjen në filma ose në seriale dhe dikush ta kujton për janësh, më fal, a ishe ti, dhe tash nuk e ke atë lirinë që të sillesh sikur çdo njeri tjetër i thjeshtë. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Nuk e di, shanse jeta të ofron gjithmonë, vetëm duhet të jesh gati dhe ti përgjigjesh atij shansi dhe të jesh i sigurt në vetvete, të kesh guxim. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Te vetja nuk më pëlqen që jam tepër modest. Ndonjëherë domethënë vetveten e qortoj për këtë punë dhe ju besoj njerëzve shumë. Kjo është. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Më së shumti më nevrikos kur e di që njerëzit janë duke më gënjy, janë duke më rrajt, jam i detyruar me dëgju ndonjëherë që është shumë e pahishme. E di që janë të rrajta, ti duhesh me dëgju. Me kë komunikon më së shumti? Me nonën. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Më së shpeshti apo merr vesh ajo. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Në rrjetet sociale jo që kam kohë shumë, kohëve të fundit gati hiç, më së shumti në mbrëmje, pasi të kthehem prej punëve, pushoj mirë. Ndoshta ajo periudha pas orës 8 deri në mesnatë, edhe atë tash s'po mze mesnata se për lodhes po flet edhe më herët. Çfarë të mëson jeta me suksese?
Jeta me sukseset mëson që sado i talentuar që t'jesh, duhet të punosh dhe t'jesh i përgjithshëm. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Momenti më i bukur, po ka momente të shumta tash. Momente nuk mund ta veçoj ndonjë moment kështu, po gjitha momentet me familjen janë momente të mira dhe të këndshme dhe duhet t'i shfrytëzojmë maksimum. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je? Unë nuk mendoj që kam ndryshu, nuk e di njerëzit si e shohin për rreth, po unë jam ai që jam dhe jam shumë i thjeshtë dhe mundohem ashtu të jem. Kjo më bën të veçantë. Kush të frymëzon më shumë? Prindit e mi. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishe personi që je tani? Sigurisht do të isha në Gjermani duke punuar në Baushtell atje dikon. Si do ta përshkruaje jetën tënde në 3 fjalë? Jetja ime në 3 fjalë, tash 2 a 3 nuk e di, po kam ngulës për atë që e dua, jam rebel nga natyra për atë që ka ndodhur rreth nesh. Cili është romani juaj më i preferuar? Romanet më të preferuara ka shumë, po do ta veçoja për shembull Agatha Christin dhe Maustrep ose diçka tjetër, po kjo Agatha Christin pëlqen shumë se i ka krimi romanet më të mira ndonjëherë që kanë ekzistuar. Qesh apo nevrikosësh më shumë? Qeshi më shumë. Kuj do të kishe thënë më falë dhe pse? Ndoshta gjithë atyve njerëzve që ju kom gabuar, sidomos prindërve, sepse prindërit meritojnë kujdesin më të madh. Kuj ti keni thënë për herë të fundit të dua? Vajzës time Jonës, mëngjes. Keni dhënë ndonjëherë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Po ndoshta, nuk e di. A do të ishi i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Po nuk e kam problem fort. Teatr, film, opera apo balet? Teatr. Edhe film, po teatri është ajo prej ku e kemi fillu zanatin. Sa je i mirë në kuzhinë? Prej 1 deri në 10. 2+. Cili është ushqimi yt i preferueshëm? Ushqimet preferuar, nuk e di që kam ndonjë të veçantë, po tash jam në dieta për momentin, mish motër, mish. Me sa alarme zgjoheni? Me 3. Sinqerisht me 3. A nëse doni mi urrajt atëre me 1. Situata yte më e sikletshme? Situata ime më e sikletshme, po ku e di, nuk e kam mendu, ndoshta kur duhet të arsyetosh ose të gënjesh për dikant tjetër që ka bo gabim. Hera e fundit që keni bërë bëmirësi? Po bëmirësi mundohemi të bëjmë për çdo ditë, tash hera e fundit nuk e di, dje ndoshta sado që mund të jetë e vogël, mirë po mundohemi të bëjmë bëmirësi sepse është e dobishme për neve, për besimin tonë. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Rroga mjafton, nuk mjafton asnjëherë, po harxhoj më shumë në garderobë dhe për fëmijët. Ku e shihni vetëm pas 10 viteve? Nëse do të më kishte pyetur më herët për këtë pyetje, do t'i kisha treguar për sot, mirë, po sot pas 10 viteve në pension, nuk e di, ka kohë për pension se i ri jam hala. Për çfarë do të protestonit? Për shtrejtimin e rrymës, definitivisht. Si e përjetoni suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesin shumë normal e përjetoj, pasi që është angazhimi yt për cilën ke punuar, mirë po nuk duhet harrohemi se kush jemi dhe duhet qëndrojmë me këmbë në tokë. Pra të faleminderit Ismet, ja këtu edhe po e përmbyllim pyetësorin ton. Erdhëm në fund, a? Po, erdhëm në fund, të faleminderit që ishe pjesë e emisionit ton, pjesë e rubrikës sonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Të faleminderit shumë. Faleminderit Vale, suksese në jetë dhe mësime. Po ashtu edhe ty shumë suksese.